Në qoftë se je smur dhe ke një hall dhe do të shkosh te doktori, në qoftë se shkon te një doktor, qoftë i mjekësisë popullore, qoftë një doktor normal, dhe të thotë, shiko, unë ty do të shëroj, do t'jap ilaçet, apo do t'jap bimët, automatikisht do të thotë që ai gënjen. Kurse në qoftë se shkon te një doktor, i mjekësisë popullore apo jo, dhe të thotë, shiko, kura e vërtet qëndron tek ty. Ti duhet shërosh veten. Ai është doktor i dur. Një doktor i dur do të thotë, shiko, ti duhet ta shërosh veten. Sigurisht ai do të drejtojë si ta bësh. Së pari përpara se të fusi bombat e ilaçeve, ai do të thotë, shiko, ti duhet ndryshosh mënyrën e jetesës, se si qëndron, si rin, çfarë flet, çfarë thua, gjë që i mësojmë tek meditimi lotusoshën, sigurisht jeni të më pritur seancat fillestare janë falas. Fillon të thuash gjërat e dura që do thotë vibracionet e tua fillon të pastrojnë për një herë dhe pastaj ti mëson dietën e dur, mëson atë që duhet të hash, dietën e balancuar që mësojmë tek meditimi lotusoshën. Dhe pastaj kur ti prap ke jo balans për shkak të pra ke dhimbje, ke smundje, ke gjëja vazhdon dhe ti nuk po shërohesh, atëherë ai doktori, nëse është i vërtet, të jep një bim pak dhe jo ilaçe dhe kapsula që blen nëpër farmaci, po të jep një bim natyrale për sëmundjen që ti ke, të jep një bim shumë pak bim, jo një kapsula bomba 100 kg, 2 kg etj nga bima, por shumë pak. Dhe atëherë ti me këto gjëra, me të folurën e dur, me trupin e posturës së dur, me një lidhje që ke krijuar tashmë nga njeriu që në fakt është guru, që mësojmë tek meditimi lotusoshën, dhe ke folur për gjërat e dura, ke qëndruar në mënyrë të dur, ke hëngër gjërat e balancuara, atëherë ajo bima mund të shërojë. Në qoftë se ti nuk ke një lidhje respektuese ndaj natyrës, sigurisht çfarë do të bëjë ajo bima që ti do marrësh, nuk do të bëjë efekt, sigurisht që s'do të bëjë efekt dhe s'do të rregullojë problemet që ti ke krijuar. Dhe problemet sa për kuriozitet krijohen nga karmat që ne kemi nga jeta e kaluar, ose nga veprimet që kemi bërë më përpara, që si mban mend fare çka ke bërë, por çdo veprim ka një pasojë. Mirë se vini tek meditimi lotusoshën.